krijimit të instituteve të tilla, sepse ne duhet që edhe pse jemi vonë në shumë çështje, në veçanti në çështjen e njerëzve të zhdukur dhe atyre të, siç e thatë, edhe martirëve, mendoj që duhet të punohet sa më shumë edhe sa më shpejt që t'i dokumentojmë krimet e Serbisë në Kosovë. Kjo është një iniciativë e mirë, edhe pse gjithashtu i bashkangjitem edhe... Iniciativë nuk janë dalë asnjëherë gërmimet për trupat. Megjithatë, unë i përgëzoj institucionet që e kanë bërë një hap të tillë, në veçanti në Zubin Potok, sepse deri më tani në atë pjesë nuk kemi shumë raste që janë gjurmuar, kështu që është një nismë shumë e mirë. Gjithashtu i bashkangjitem thirrjeve tuaja që thotë që mos me i përmend emrat, sepse me të vërtet për njerëzit të cilët kanë persona të zhdukur në familje, vetëm sot ka qenë një ditë shumë e rëndë. Prandaj duhet me pas kujdes, edhe njëkohësisht duhet me vazhdu me punu, sepse nuk është që janë vetëm 22 intelektual, po ka shumë të zhdukur. Mos të përmendim grupin intelektualve e kam të qëllimshme, pëse nuk duhet ta përmend. Me që është temë me cilën unë jam marrë shumë me të pagjeturit, në fakt në karrierën time si gazetar. Është procedurë shumë e vështirë evidentimi, nga momenti kur dyshohet për një trup deri tek konstatimi që